Vendi është përfshirë nga temperaturat e larta, të cilat paraqesin edhe rrezik për shëndetin, kryesisht për grupe si të moshuarit, fëmijët apo persona që vuajnë nga sëmundje kronike. Ministria e Shëndetësisë këshillon qytetarët që të bëjnë kujdes, duke ju kërkuar të konsumojnë sa më shumë ujë, të qëndrojnë në ambiente të freskëta, të shmangin qëndrimin në diell gjatë orëve të pikut, të konsumojnë ushqime të lehta, të përdorin krem mbrojtës për lëkurën dhe të veshin rroba me ngjyrë të hapur. Në këto ditë të nxehta, të gjithë duhet të jemi më të kujdesshëm. Të vijojnë ndaj kujdesit duhet të jetë i shtuar për të shmangur komplikacione të mundshme që lidhen me shëndetin.